Në ndeshjen Prishtina-Malisheva kemi minutën 3, një penalti të mundshme për Prishtinën. Lojtari me numër 7 i Prishtinës ka topin në pronësi, hyn në zonën e 16 metrëshit, ku përcillen nga mbrojtësi Malishevës me numër 44, i cili tenton të lufton për top. Shihet që sulmuesi bën veprimin ku me këmbën e djathtë prek apo ka kontakt në këmbën e majtë të mbrojtësit, pra lyp kontaktin sulmuesi i Prishtinës. Gjyqtari Bejtullahi akordon penalti. Këtë rast kyçet vari që fton gjyqtarin për shikim të pamjeve. Pas rishikimit të pamjeve, me të drejtë anulon vendimin e fush penaltin. Loja rifillon me lëshimin e topit nga dora për ekipin e Malishevës. Prishtina Re Drita, kemi minutën 37, kemi penalti për klubin e Dritës. Lojtari me numër 13 i Prishtinës së Re, gjatë tentimit që të arrin topin, bën një shkelje në këmbën e majtë të lojtarit sulmues me numër 77 të Dritës, i cili kishte në posedim topin. Në këtë rast, gjyqtari pozicionuar shumë mirë, me të drejtë akordon penalti dhe ndeshkon mbrojtësin me karton të verdhë për shkelje të këmbës. Në ndeshjen Gjilani Frizaj, anulimi i golit për Frizaj, gjatë ndërtimit të aksionit sulmues, pra në fazën fillestare kemi ndërhyrjen e lojtarit me numër 19 të Frizajt në lojtarin mbrojtës të Gjilanit. Këtu shihet qartë shkelja e lojtarit të Frizajt në këmbën e majtë të mbrojtësit Gjilanas. Në këtë situatë kyçet vari, ku fton gjyqtarin për rishikimin e pamjeve në monitor. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari Jan Murataj me të drejtë anulon golin për ndërhyrje të paliruar në lojtarin mbrojtës të Gjilanit, pra gjatë ndërtimit të aksionit sulmues në fazën fillestare. Kemi minutën 83, goli i shënuar i Gjilanit. Këtu shihet qartë se lojtari sulmues i Gjilanit është në pozitë të rregullt, i cili pranon topin dhe kroson tek sulmuesi me numër 99, i cili shënon gol të rregullt. Këtu kemi edhe vijën e cila na dëshmon që sulmuesi Gjilanas që pranon topin është në pozitë të rregullt. Kemi minutën 90+10, ndërhyrja e portierit Gjilanas në lojtarin numër 99 Frizajt. Shihet që lojtari sulmues Frizaj arrin tek topi i parë që godet me kokë, ku pason reagimi i vonshëm i portierit Gjilanas, ku në tentim për të arritur topin godet sulmuesin e Frizajt. Intervenon vari dhe gjyqtari Jan Murataj pas rishikimit të pamjeve akordon me të drejtë penalti. Në ndeshjen Ballkani-Llapi kemi minutën 90+5, penalti e mundshme për Ballkanin. Këtu pretendoj për një ndërhyrje të lojtarit me numër 98 të Llapit në lojtarin me numër 32 të Ballkanit. Shihet që lojtari mbrojtës i Llapit tentim për ta larguar topin ka një kontakt të lehtë në këmbën e lojtarit të Ballkanit. Intervenon vari, gjyqtari Nuza pas rishikimit të varit mbet tek vendimin e fush jo penalti, pra vendimi i drejtë. Është një kontakt jo mjaftueshëm për penalti, vendimi i drejtë i gjyqtarit Nuza konform rregullit 12 tek ndërhyrje dhe sjelljet jo sportive. Tefik Çanga vllaznimi, kemi minutën 35, kartoni kuq i mundshëm për vllaznimin. Këtu në këtë situatë kemi lojtarin sulmues me numër 28 të Tefik Çangës, i cili ka topin në pronësi, ku kemi ndërhyrjen e lojtarit mbrojtës me numër 62 të vllaznimit. Gjyqtari Krasniqi merr vendim në fushë për goditje direkte dhe karton të verdhë, i cili këtë situatë nuk e cilëson si mohim i mundësisë për të shënuar. Ndërhyn vari, ku thret gjyqtarin Krasniqi për rishikimin e pamjeve në monitor. Pas rishikimit të pamjeve shihet qartë se plotësohen 4 kriteret për mohimin e mundësisë për të shënuar, pra për karton të kuq. Kemi 4 kritere, domethënë ndërhyrja afër portës ka qenë një distancë 25 metër, drejtimi i lojës ka qenë në drejtim të portës, pronësia topit po, pra e ka pasur topin në pronësi para ndërhyrjes. Numri i mbrojtësve afër shihet që janë larg. Gjyqtari Krasniqi me të drejtë anulon vendimin e fush, masën disiplinore kartonin e verdhë dhe ndëshkron me një lojtar numër 62 të vllaznimit me karton të kuq se janë plotësuar 4 kriteret për mohimin e mundësisë për të shënuar.